Po provojmë çdo vit ta pastrojmë fondin librar, kemi kaluar të 10.000-shin, shpresojmë që së shpejti të kemi 100.000 libra. 100.000 është një simbolik që 100.000 banor të kenë së paku një libër për kokë banorit, dhe kjo është pak si edhe natyrshme kudo në biblioteka botërore. Pastrimin e fondit e bëjmë zakonisht vit për vit nga mjetet e komunës, pasi që ne jemi me komunën, Drejtoria për Kulturë, dhe kemi edhe pastrimin alternativ ku dorëzojnë krijuesit, dorëzojnë bibliotekat familjare, kështu që zakonisht apo vazhdimisht kemi dhurime të librave, kemi edhe nga individ të ndryshëm dhe besoj që së shpejti do të arrijmë atë synim. Numri lexuesve nuk është asnjë vit i njëjtë, por ja që i afrohet gati secili vit me një diferencë të vogël. Mirë po këtë vit kemi pasur përdorim apo shfrytëzim të sallave të leximit, studentët të cilët kanë nevojë shumë për gjatë kohës së provimeve, ajo ndodh se paku 50 herë në vit kur s'kemi edhe vend ku të ulen, pasi që edhe studentët nga Prishtina, nga Tetova dhe nga Tirana kthehen këtu në vendlindje, dhe duke ditur se Universiteti në Gjakovë dhe 2-3 kolegje private kanë studenta dhe nuk kanë salla të leximit, atëherë ata e përdorin, të gjithë studentët në Gjakovë e përdorin bibliotekën dhe është nevoja më e madhe përdorimi i sallave. Mirë po edhe të lexuesit kemi përdorim të njëjtë, ku ka një ramje para 5 viteve tutje prej pandemisë, është një ramje hetueshme kudo në biblioteka në Kosovë, por ja që studentët janë ata më të rregullt, kur dikur kishim filloristët që ishin më të rregulltit, këtu i grim çalan, pasi që janë hapur biblioteka shkollore kudo nëpër Gjakovë. Kjo është e mirë se ka biblioteka nëpër fillore, ndërsa shkollarët e mesëm sillet një numër relativ i njëjtë si çdo vit. E mira e studentëve dhe të gjithë atyre që përdorin sallat, se sallat i përdorin edhe të veçlit, kur kanë punime nëpër shkolla. Ata nëpër disa kohëna janë gati të stërmbushur në sallën e pionerëve që e quajmë ne, dhe janë kushtet të cilat ne i ofrojmë që ata të kanë mundësi me ardhë. Kemi më shumë se 250 ulëse brenda ditës ku mund ta shfrytëzojnë. Kemi më shumë se 5 salla të mëdha dhe ato kthina të vogla ku është përdorimi për studimorë që e quajmë ne. Pastaj kemi auditoriumin ku bën edhe aktivitete të ndryshme gjatë vitit, ajo përdoret më të madhe. Unë nuk e llogarita këtë numër të përdorimit të bibliotekës, por vetëm ata që janë të anëtarësuar. Dhe kushtet janë optimale, janë shumë të mira kur gjatë dimrit kemi ngrohje në nivel të duhur, kemi freskinë gjatë verës, kemi qetësinë, ka hapësira të mjaftueshme dhe ka edhe kthenia ku mund të punojnë edhe nëpër grupe. Këto janë ato të mira që i tërheqin lexuesit apo ofrojnë kushte të optimale për të ardhur ata. Ne është mirë që të ecim paralel me të gjithë titujt e librave, me të gjitha gjenitë të shkrimit që bëhen. Mirë po zakonisht kur të furnizohem me libra, me qenë se i referohemi kërkesës së lexuesve, në Gjakovë është fakulteti apo universiteti i studimeve edhe filologjike, edhe edukative, është edhe ai i mjekësisë. Dhe kjo në nxit që të furnizohem zakonisht me këto. Kemi më shumë të romane, pastaj janë studimet dhe janë edhe historia, por në vitet e fundit, 5 vitet e fundit, jam furnizuar më shumë të me psikologji. Psikologjia ka qenë një kërkesë prej pandemisë më të madhe, po kërkohet edhe si kurreshtje nga shumë lexues, dhe jemi dhe me atë të furnizuar mirë. Jemi mangut pak me juridikun ekonomikun, por unë mendoj që të gjitha gjenitë, të gjitha zhanret e tjera të cilat kërkohen i kemi, duke ditur se kemi libra anglisht afër 20.000 ekzemplar, libra vetëm anglisht. Dhe me qenë se është edhe fakulteti filologjik gjuhë angleze në Gjakovë, jemi përpjekur që t'i furnizojmë ata me kërkesat e tyre. Kanë British Council që është biblioteka vetme në Kosovë këtu, dhurat nga vetë British Council, pastaj kemi ardhje të libra nga Amerika. Domthonë në gjuhën angleze qëndrojmë shumë bukur në romane, në mendim kritik, në studime edhe në mësime fillestare të cilat ju duhen atyre si edukim.